Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serinë tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Ebu Tha'labah al-Khushani radiyallahu anhu transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: me të vërtet Allahu i madhruar i ka mirë përcaktuar farzet, prandaj mos i lini pas dorët. Allahu ka vendosur kufi, vendime dhe norma, prandaj mos i tejkaloni ata. Allahu i ka ndaluar disa gjëra, prandaj mos ju afroni, mos i veproni. Allahu Azza wa Jall ka heshtur për disa gjëra nga mëshira ndaj jush e jo nga harresa, prandaj mos hulumtoni, mos pyesni për to. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet ose mesazhet e këtij hadithi profetik. Themi se autoriteti i ligjvënies i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, krijuesit të kësaj gjësie. Allahu obligon çështjet e dobishme dhe i ndalon të ligat apo të dëmshmet për njerëzit. E jona si krijesa është të respektojmë urdhrat dhe pëlqimet e fesë dhe të shmangemi nga ndalesat e saj. Urdhrat dhe pëlqimet e fesë në terminologjinë islame njihen me termin farz ose vajib, obligime të detyrueshme, ose me termat sunnet, mustahab, mendub, nafile, me kuptim veprat e pëlqyeshme dhe vullnetare. Ndërsa ndalesat në terminologjinë islame njihen me emrin haram ose makruh. Veprat haram janë ato vepra të ndaluara kategorikisht, ndërsa veprat makruh janë ato vepra të papëlqyera dhe të pahishme për besimtarin musliman. Parimi jonë si musliman është obligimet mos i tejkalo, mos e tepro, ndërsa ndalesave mos ju afro, largohu për tyre. Në Kur'anin famlart, Allahu Azza wa Jall, pasi që sqaron normat e agjerimit në surën El-Baqara, ajeti 187, urdhëron dhe thot: këta janë kufijt e Allahut, prandaj mos ju afroni atyre. Kështu pra Allahu u shpjegon njerëzve urdhëresat e veta që ata të ruhen nga të këqijat. Në surën El-Baqara, ajeti 229, Allahu subhanahu wa ta'ala pasi sqaron dhe trajton çështjet e shkurorzimit, urdhëron dhe thot: këta janë kufijt e Allahut, prandaj mos i shkelni ata. Ata që shkelin kufijt e Allahut, pikrisht janë ata keqbërësit. Gjithashtu në surën An-Nisa, ajeti 13 dhe 14, Allahu subhanahu wa ta'ala pasi përcakton hiset e trashëgëmis nga i vdekuri, urdhëron dhe thot në këta ajete kuranore nga surja An-Nisa: këto janë kufit e caktuar prej Allahut. Atë që i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij, Allahu e shpije në xhenete, në kopshte, në për të cilat rrjedhin lumej dhe ku do të qëndrojnë për herë. Kjo është fitoria e madhe. Ndërsa atë që nuk i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, pejgamberit të tij, dhe i shkel kufit e vënë prej tij, Allahu e shpije në zjarr, ku do të qëndrojë për herë dhe për të këndshkim poshtërues. Një mesazh tjetër i përcjellur nga ky hadith është fakti se, themi, mos u thello të gjesh vendimin e Islamit për gjërat e dynjallëkut që janë lënë qëllimisht në heshtje, sepse ato janë të lejuara. Çështjet e dynjallëkut të lënë në heshtje, nën kuptohet, mesazhi është se ata janë të lejuara.
Çështja është thjesht, prandaj mos kërko të gjesh gjilpërën në kasht. Në parim, çështjet e dynjallekut janë të lejuara përderisa nuk ka tekst hyjnor që i ndalon. Në Kur'anin famlart, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur shembullin e popullit të Hazreti Musait, popullit të Banu Israilve, të cilët si zakonisht e zvarritën urdhin e Allahut subhanahu wa ta'ala, duke bërë pyetje pas pyetjeje dhe duke ja vështërsuar edhe më shumë punën vetës. Në Kur'anin famlart, në surën El-Bekare, ajeti 67, 68, 69, 70 dhe 71, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: Kujto o Muhammed, o musliman, o lexues i Kur'anit, kujto kur Musai i tha popullit të vet: Allahu ju urdhëron të therrni një lop. Ata than: A do të tallesh me ne? Në ajetin tjetër, ata than: Lut ju Zotit tënd që të na shpjegojë si duhet të jetë ajo lop. Në ajetin tjetër, ata than: Lut ju Zotit tënd që të na shpjegojë çfarë ngjyre të ketë ajo lop. Në ajetin tjetër, ata than: Lut ju Zotit tënd, o Musa, që të na shpjegojë çfarë lloji të jetë ajo lop. Sepse lopët të gjitha na duken njësoj ne, e ndashtë Zoti, do të udhëzohemi në rrugën e drejtë. Nëse Banu Israilet do të kishin marrë çfarë do lloj lope, që në krye të herës, ajo do të ishte e pranueshme dhe e mjaftueshme për të përmbushur urdhri i Allahut subhanahu wa taala kur i urdhëroi që të therrnin një lop. Por ata e koklavitën çështjen me pyetjet e tyre të shumta dhe të panevojshme. Për këtë arsye, merituan vështërsimin e çështjes. Madje, nëse së fundmi nuk do thoshin: Në dashtë Zoti do të udhëzohemi në rrugën e drejtë, ata përsëri nuk do të gjenin zgjidhje. Pyetjet e tepërta, të panevojshme, pyetjet provokuese, janë të ndaluara dhe të qortuara në Islam, ndërsa pyetjet e nevojshme, të domosdoshme, të dubishme, janë pyetjet e lavdruara në Islam. Një mesazh tjetër që mund përcjellet nga ky hadith është fakti se Allahu subhanahu wa taala posedon atributet e plota dhe të bukura. Allahu nuk harron dhe as nuk habitet. Harresa është cilësi njerëzore. Allahu nuk ka tmeta në cilësitë e tij. E heshtura dhe e folura e Allahut subhanahu wa taala janë në përputhje me diturinë, urtësinë, mëshirën dhe vullnetin e tij. Në Kur'anin famlart thuhet, në surën Maryam, ajeti 64, thuhet: Zoti yt nuk harron kurr. Në surën Taha, ajeti 52, Allahu subhanahu wa taala thot: Zoti im, në Kur'anin famlart thuhet për Allahun azza wa jall, Zoti im, Allahu nuk harron, nuk gabon dhe nuk harron. Si mund të harroj Zoti kur Allahu azza wa jall është i gjithë dituri, kur ai është gjithë përfshirës me diturinë e tij? Asgjë nuk i shpëton diturisë së Allahut subhanahu wa taala. Me të drejtë, dëgjuesit mund t'i shkojë mendja tek ajeti 67 i surës Taube, ku Allahu azza wa jall urdhron dhe thot: Ata, hipokritët, e kanë harruar Allahun, por edhe Allahu i ka harruar ata. Në pamjen e jashtme mund të duken se këto dy fragmente kuranore janë në kundërthënie. Në disa fragmente kuranore Allahu subhanahu wa taala tregon se Allahu nuk harron, ndërsa në këtë fragment kuranor të surës Tobe tregohet se Allahu azza jall i ka harruar hipokritët. Mirë po parimisht, ajetet e Kur'anit nuk kanë kundërthënie. Atëherë, si ta kuptojmë në këtë ajet kuranor? Cili është qëllimi i këtij ajetit kuranor? Qëllimi i ajetit në fjalë, në surën Tobe, ajeti 67, është braktisja, lënia dhe mos përfidhja.
Pra kuptimi i ajetit është hipokritët e kanë braktisur urdhrin e Allahut dhe Allahu i ka braktisur ata. Hipokritët nuk e kanë përfillur urdhrin e Allahut dhe Allahu nuk i ka përfillur ata. Siç i kanë shpërfillur hipokritët punët e mira, edhe Allahu i shpërfill ata në ditën e gjykimit, duke i lënë të harruar dhe duke u dhënë çfarë meritojnë prej dënimit. Në Kur'anin famlart nuk ka kundërthënie. Në Kur'anin famlart, ajetet kur'anore nuk i bien ndesh të vërtetave shkencore. Dhe në Kur'anin famlart gjejmë parime të vlefshme për çdo fushë nga fushat njerëzore. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa taala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.